Buk në shtëpi, hera e parë që po bëj brumë për buk në shtëpi, edhe me të njëjtin brumë unë do bëj edhe pica. Ndaj si të shikoni, hodha 1 kile ca miell e afërsisht, edhe i hodha maja një lugë të madhe, e trazova mirë, i hodha pak kripët, edhe do ujë të vakët, as të nxehtë, as të ftohtë, të jetë pak i ngrohtë ujë, edhe pastaj ja e përpunoj më brumin, mielli, nuk do fare punë, do me thënë, fare punë, e kam llafin që nuk do gjëra të tjera, pa punë do një çikë, e të rish të merresh me të, e ta përpunosh, edhe sekreti tani që të na dali buka e mirë është që kur e lëmë në ambient të ngrohtë, që të fryhet brumi, e pasi është të quar, unë si shikoni e kam mbuluar edhe me batanie, pasi shquar brumi, do ta hapë, do ta përpunoj për herë të dytë, do ta lë prap që të ngrohet, që të çohet brumi, do me thënë. Do t'u tregoj në videon tjetër picën edhe bukën se si më doli, dolën të shkëlqyeshme, sa do që ishte herë e parë.